Personat që hanë vezë të zjera duhet urgjent ta dëgjojnë në këtë lajm. Shumë nga ne përveç ushqimeve të tjera konsumojnë edhe vezë të zjera. Kjo pasi vezët bëjnë pjesë në listën e 10 superushqimeve më të mira në dobi të organizmit. Pavarësisht nga përmasat e tyre, vezët përmbajnë një sasi të madhe të substancave ushqyese themelore për shëndetin tonë. Sepse të bardhat dhe të verdhat e vezës përmbajnë sasi të madhe të proteinës, shumë e rëndësishme kjo edhe për aktivitetet tona ditore, gjithashtu edhe për forcimin e muskujve dhe jo vetëm. Vezët e zjera janë një nga mënyrat më të mira për të marrë vlerat e tyre ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Health.com, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i vezëve të zjera. Veza përmirëson përqendrimin. Nëse filloni të konsumoni vezë, atëherë përqendrimi dhe kujtesa juaj do të jetë më e fortë. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të vezëve të zjera, ju mund të bëheni gjithashtu edhe më të vëmendshëm. Vezët janë të mbushura edhe me 14 ushqyes themelor të rëndësishëm për organizmin tuaj. 5 gram yndyrë dhe një vezë vetme do të ofrojë jo më shumë se 70 kalori. Por në rastin se ajo nuk ju pëlqen, ka mënyra të ndryshme për ta futur vezën e zjerë në kombinimet tuaja të dietës. Kështu ndikimet e saj në organizëm do të jenë gjithashtu shumë të plota dhe vlerat për shëndetin tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më të konsumuara në mbrojtje të organizmit. Veza futet në listën e top 10 ushqimeve më të rëndësishme të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja ditore. Ato janë thelbësore në mbrojtje të organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përfshirja e vezëve, sidomos në formën e tyre të zjerë, mund të jetë një rezultat shumë i mirë ushqyes për mbrojtjen e shëndetit. Vezët përmbajnë 9 aminoacide thelbësore të cilat përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi juaj, ndaj vezët mund t'i ofrojnë ato me shumicë. Vetëm 60 gram proteinë gjendet te gjysma e vezës dhe ato janë të pasura gjithashtu me element ushqyes shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Vezët nuk ofrojnë vetëm proteinë, por edhe minerale dhe vitamina të dobishme. Këtu përfshihet gjithashtu seleniumi, gjithashtu fosfori, vitamina B12, antioksidantë të cilët i mbajnë qelizat tuaja më të shëndetshme dhe më të mbrojtura. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet të jetë më i ulët për shëndetin e mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore siç është omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin gjithashtu nivelin e triglicerideve. Vezët do të ulin gjithashtu gjasat e shfaqjes së ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi sipas Brightside, njerëzit të cilët konsumojnë të paktën një vezë në ditë janë 30% më pak të riskuar që të pësojnë humbje të jetës në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët gjithashtu janë shumë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Vezët, nëse hahen rregullisht në dietën tuaj ditore, mund të japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ata që vuajnë nga diabeti tipit 2 mund të kenë një zemër më të shëndetshme falë një regjimi ushqimor ku përfshihet edhe veza e zjerë. Ndaj, përfshirja e saj në dietën tuaj mund të kthehet në një aleate të vërtet në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të tij. Studimet tregojnë se njerëzit që hanë të paktën një vezë në ditë janë më pak të riskuar edhe nga sëmundjet e zemrës. Vezët ju mbajnë të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës. Ngrënia e vezëve në mëngjes do ju bëjë që të qëndroni më të ngopur për pjesën më të gjatë të ditës, duke evituar kështu dëshirën për ushqime jo të shëndetshme dhe për të evituar nga dieta juaj cilësinë e dobët të tyre. Ekspertët thonë se përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj mund të kthehet në një element të fortë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vezët janë shumë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të syve. Nëse gjeni edhe vezët tuaja në dietën e përgjithshme, ato do të ofrojnë antioksidantë shumë të rëndësishëm,
të cilët mund të japin rezultate fantastike në menaxhimin më të mirë të elementeve ushqyes për shëndetin e syve, duke i kthyer kështu vezët në një produkt mjaft të mirë ushqyes për të ofruar antioksidantët që mbrojnë kundër ndryshimeve të shëndetit të syve. Antioksidantët që gjenden te veza janë një burim shumë i mirë i vitaminës A dhe vitaminës D, të cilët do të japin rezultate fantastike në rigjenerimin më të mirë të shëndetit të syve. Shtimi i vezës në dietën tuaj mund të jetë një mundësi për të patur gjithashtu edhe një mendje më të mprehtë. Vezët i ofrojnë organizmit vitaminën D, e cila do të mirëmbajë ndjeshëm shëndetin tuaj të trurit dhe atë nervor, duke u bërë më vigjilent sidomos në rastet kur e keni më të nevojshme. Por më tepër vezët përmbajnë kolin, një vitaminë shumë e rëndësishme për shëndetin e trurit. Nëse hani të paktën 1 deri në 2 vezë në ditë, trupi juaj do të marrë një nga elementet më të rëndësishëm ushqyes, siç është kolina. Mungesa e kolinës në trupin tuaj mund të jetë gjithashtu edhe problemi kryesor përse keni rënje të kujtesës. Ndaj, përfshirja e vezëve të zjera në dietën tuaj të rregull do të jetë një element ushqyes, të cilin trupi mund ta kthejë atë në dobi të mirë të organizmit. Ekspertët thonë se vezët janë të rëndësishme për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 deri në 2 vezë çdo ditë për të marrë përfitimet e tyre ushqyese. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm dhe një rugjimi të kujdesshëm ushqimor. Një nga mënyrat më të zakonshme për të konsumuar vezën është sigurisht përgatitja e saj në formën e saj të zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur e konsumoni në këtë formë? Vezët ofrojnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqe mund të rrisin kolesterolin në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për njeriun dhe një i rritur mund të konsumojë deri në 2 vezë të zjera çdo ditë, pa u shqetësuar shumë për anën e tyre të kolesterolit. Vezët të zjera në dietën tuaj do të ofrojnë yndyra cilësore. Vezët e zjera nxisin krimin e yndyrave të mira, të cilat do të ndihmojnë edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjakun tuaj dhe ulin në riskun e problemeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të sheqerit e përrjedhojnë në nivelet më të mira të organizmit tuaj. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj mund të jetë një mundësi shumë e mirë për t'i ofruar trupit yndyra cilësore siç është omega 3, shumë e rëndësishme për aktivitetet ditore. Vezët janë gjithashtu të pasura edhe me proteina. Vezët e zjera përmbajnë natyralisht nivele shumë të larta të proteinës, të cilat organizmi juaj ka shumë të nevojshme për aktivitetet tuaja ditore. Por mbi të gjitha proteina ndihmon organet dhe trupin tuaj që të mundësojnë struktura të posaçme mbrojtëse edhe për muret e qelizave dhe gjithashtu fuqizimin e organizmit tuaj. Konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj të përgjithshme, sipas ekspertëve, mund të kthehej në një element të mirë nxitës për organizmin dhe rigjenerues për shëndetin tuaj. Ndaj, nëse doni të keni një shëndet më të mirë të proteinave dhe elementeve ushqyes, sidomos për shëndetin e syve, vezët e zjera janë aleati juaj më i çmuar në këtë aspekt. Ekspertët thonë se vezët e zjera, nëse konsumohen me maturi dhe në përditshmërinë tuaj, mund të japin rezultate fantastike në çdo aspekt. Nëse doni kocka më të forta, atëherë shtoni vezët e zjera në dietën tuaj. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, e cila është e rëndësishme gjithashtu edhe për shëndetin e kockave më të forta dhe më të shëndetshme. Ekspertët këshillojnë në përfshirjen e tyre në dietën tuaj si një nga alternativat më të çmuara në betejën kundër këtyre komplikacioneve citonel.com. Është e rëndësishme të konsumoni vazhdimisht vezë brenda normës së lejuar. Kështu ndikimi i tyre në organizëm gjithashtu mund të jetë më i plotë dhe më i shëndetshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.